Mas asaj erdhi arrestimi tim vllai, i akuzuar për gjëra kot. Ishte 22 vjeç kur u arrestua, 23 i bëri në një tetor dhe u përshkatuan 6 mars të 74-s. Gjyqi u bën në janar, u bë gjyq në kombinatën e tekstilit. Me çfarë akuze? Me akuza terrorizëm, do t'i vinte zjarri në kombinatit, krijim bandash, arratisje, agitacion, dhe ai nuk ishte bërë asnjë gjë, të gjitha u sajuan. Dhe u morën më qafë edhe njerëz të tjerë, se ata të tjerë të gjetën në fotografi me tim vëlla që u arrestuan bashkë me atë, krija grupi, dhe atë e përshkatuan. Shefi zbatim vendime penale të Degës Beratit ka qenë një Edmond Meçe. Ai e dinte shumë mirë ku ishte përshkatuar një vëlla, e kam takuar 2 orë, nuk ma ka thënë, dhe thoshte gjithmonë që unë nuk e di ku është. Ai ka bërë një vepër atje, një vepër çnjerëzore. Ai i vëlla ishte i përshkatuar, ai ka hedhur një gur në kokë. Pse e hodhi gur në kokë? Sepse kur u kërkua vllait tim fjala e fundit, ai tha, siç nuk më takuat me baban kur u dënua, ashtu nuk më takuat edhe me familjarët e mi, dhe ju kthye skuadrës përshkatimit dhe i tha afroni dhe qelloni.